Të nderuar bashkëqytetar, Aleanca për Shqipërinë Europiane, aleanca më e madhe e së majtës shqiptare, vjen përpara jush me vizionin bashkohor dhe drejtimin e duhur të zhvillimit dhe progresit të së ardhmes tropojës dhe krejt Shqipërisë. Sot paraqesim kandidatin ton të përbashkët, zotin Reç Biberaj, atë që solli pa dyshim modelin e njerëzit të punës, të premtimeve të mbajtura, të projekteve të realizuara në dobi të komunitetit, njeriu në thjesht të shërbesës ndaj qytetarëve dhe nevojave të tyre. Si përfaqësuesi spikatu i pushtetit vendor, i vendosur të shikoj hallet dhe kërkesat e komunitetit, pa paragjykime politike, pa kufizime, duke veshur gjithmonë vetëm kostumin e punës. Ai arriti të jetë një drejtues i aftë dhe përtej politikë së ditës, duke u identifikuar si një menaxhues i shkëlqyer. Në zyrë dhe në rrugë, në fushë dhe në bjeshk, në provincë dhe metropol, ai diti të bëhet pikërisht zëdhënës interesave të popullit të tij, pa ndarje dhe etiketimeve majtas apo gjathas, të sakrifikohet dhe të luftohet në emër të përfaqësimit tyre në qeverinë lokale dhe atë qendrore. Kjo i ka dhënë atij mundësinë dhe moralin e kandidimit si kryetar i arshëm i Bashkisë Baramçurrit, duke siguruar mbështetjen e gjithë partneritetit të koalicionit. Me qëllimin dhe besimin e palëkundur në fitore, duke i dhënë këtij vendi shanse të zhvillimit më tejshëm, mbështetur sigurisht tek qeveria shqiptare, e cila ka vendosur prioritete të rëndësishme që i çojnë përpara tropojën. Reç Biberaj, ashtu siç diti të jap zhvillimin dhe dinjitet komunës Marghegaj, siç diti të jetë largpams dhe bashkëpunisë për turizmin malor, infrastrukturën e fshatrave, lidhjet e bjeshve me rrugë, mbështetjen e njerëzve në gëzime dhe hidhrime, ashtu do të jetë edhe për bashkinë në të ardhmen. Njeriu i administratës profesionale, i kërkimit dhe zbatimit projekteve për rrugë ndaj qytetëse, ujë i pishëm, ndriçimin, rrjetin e kanalizimeve, pushtetarin e vendosur për krijimin e vendeve të reja të punës, si dhe aktivizimit inteligjencës dhe shoqërisë civile në integrimet vendore dhe rajonale. Në emër të koalicionit që përshëndes gjithëve, për pjesëmarrjen në mbështetjen, sot dhe me tej së bashku pa paragjykime të shohim nga ardhmja. Me lejoni të përshëndes Ministrin e Ekonomisë, zotin Shkëlqim Canin, deputetin e Qarkut Kuks, Vergjim Uçmata, prefektin e Qarkut Kuks, Liman Morina, kryetarin e Partisë Socialiste të Kuksit, kandidatin për kryetar Bashkinë Hasit, për pjesëmarrjen dhe kontributin për finalizimin me sukses të një fushate dinjitose dhe fituese. Urime për fitoren e ardhshme, së bashku të festojmë me 22 qershor në sheshin e qytetit, të cilin do t'i japin Baramçurrit drejtimin e duhur. Rrof Tropoja, rrof Shqipëria. Motra dhe vëllezër, ai është njëri prej nesh, i pranishëm me shpirtin e tij të mirësisë dhe shërbesën në çdo familje dhe komunitet ku ka punuar e më gjerë. I thjeshtë, i komunikueshëm, mbajtës i premtimeve që bën dhe i besueshëm, njëri i punës e i përkushtimit, personalitet pa komplekse, i dialogut dhe i durimit. Ai që nga dita që është kandiduar de facto edhe është kryezuar si kryetar bashkie. E kush tjetër veç zotit Reç Biberaj, të cilin e tonë të mbajtën. 22
Të rregullohet ti. Po. Se duhet me ta rregulluar mirë që mos Po na mani mirë më. Të dashur zonja dhe zotëri, qytetarët të Malësisë së Gjakovës, motra dhe vëllezër, shkëlqësi ministër Cani, i nderuar deputet, të nderuar pushtetar lokal të qarkut Kukësit. Kam jo pak emocionin nga ky tubim entuziast, si dhe nga mbështetja që kam gjetur të kju, pavarësisht që nga dita e parë e kandidimit tim. Një falënderim të veçantë për qellësot, për drejtuesit e Aleancës për Shqipërinë Europiane të Tropojës, si dhe liderit e kësaj aleance, zotërit Edi Rama dhe Ilir Meta, të cilët pa paragjykim dhe pa mbydyshe me besuan dhe me kandiduan për kryebashkiakun e Tropojës. Nuk mund të mos përshëndes qeverinë shqiptare, e cila me ka mbështetur dhe garantuar financiarisht dhe teknikisht në realizimin e objektiva dhe ofertës sonë ambicioze dhe të guximshme, që Tropoja të lënë të kamoshmën, pas dore t'i bashkohet projektit modern kombëtar për zhvillimin dhe europianizimin. Tropoja jonë nuk e meriton keq qeverisën dhe harrimin, por prosperitetin dhe zhvillimin. Ju garantoj se mbështetja dhe besimi që po adresoni sot tek unë do t'ju kthehet në shërbim qytetar në vullnet për ndryshim. Vëllezër dhe motra, nuk janë në zakonin tim fjalimet e gjata dhe oratoria. Modeli im është puna dhe djersa, kokulja para qytetarëve dhe shërbesa. Prandaj dhe esenca e ofertës ime është thjeshtësia në të kuptuar dhe praktika për të realizuar. Punë, shërbim, njerëzore profesional, bashkëqeverisje me qytetarin, ndershmëri, përkushtim dhe transparencë. Jap sot zotimin tim se Bashkia e Tropojës nuk do të jetë më një seli ku plotësohen borderot me pagesat e militantëve të partisë, por një institucion profesionalisht të devotshëm që do të jetojnë në hallet dhe problemet e komunitetit.